të lindesh në vendin më të veçantë të botës, që e karakterizon edhe vetë ardhjen e njeriu të parë në këtë botë, Ademit a.s., pastaj profetit shumë të dalluar, profetit babës së profetëve, Ibrahimit a.s., dhe ndërtimi i shtëpisë së parë që është ndërtuar për njerëzit në rruzën toksor që është Qabja pra në Mekë, të lindesh në atë vend, të jetosh në atë vend. Pastaj, ta mbroj Zoti Gjelle Gjelaluhu Qabën nga shkatrimi, që do të mund të bëhej pikrisht se në atë vit do të lindet një njeri që politeizmin nga Qabja do të arënos. Pra ardhja Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është gjë më së interesante, por të detyrohesh një ditë prej ditëve ta braktisësh, të dalësh nga Mekja, të ikësh prej saj, të dalësh pa dëshirën tënde, duke ju drejtuar edhe në mënyrë figurative Mekës me fjalët o Mekë, të je vendi më i dashur për mua, po të mos ishte populli që po më largon nga te unë kur nuk do dilja. Këto ishin fjalët kur i dërguari sallallahu alaihi wasallam u përshëndet me Mekën dhe iku e u largua nga ty për në Medine, pra prej trysnive të ndryshme që i bën ati, kushërinjtë e tij, populli i tij, në përgjithësi banorët e Mekës. Dhe natyrisht që nëse ai do të zhvendoset në Medine, ani pse atje gjen një unitet, një vllazënillëk, gjen një mikpritje, një ngrohje, një prehje jashtëzakonisht të madhe, megjithatë Qabja nuk zhvendoset, nuk ka lënë në Medine. Mbetet përsëri ëndra e tij që duhet të kthehet në Mekë. Madje edhe Allahu e si harriqoi kur i tha inna fatahna laka fathan mubina. Që sinjalizon në shlirimin e Mekës, e i dërguari sallallahu alaihi wasallam çdo herë kishte në mendje që një gjë e tillë do të ndodhë. Dhe erdhi momenti në vitin e 8 të Hijretit, në datën sikur kjo, 20 Ramazan, i dërguari sallallahu alaihi wasallam pas orvatjeve të mëhershme që kishte pas, të bënte një umre, pastaj në vitin e 6, pastaj atë umre e realizoi tek në vitin e 7, erdhi momenti që të shkoj në Mekë, i mobilizuar maksimalisht, i armatosun as sa duhej për të kryer qëllimin, hyri në Mekë dhe aty ndodhi çlirimi i Mekës. E çlirimi i Mekës është mësim për të gjithë njerëzit në të gjitha kohrat, sepse i përsekutuari të kthehet në vendin e tij, shpeshherë mund të jetë edhe vullgar, mund të jetë edhe tiran, mund të jetë shkatrues, mund të jetë edhe demolues, mund të jetë pastaj hakmarrës ndaj të tjerëve. I dërguari sallallahu alaihi wasallam hyri në Mekë pa derxhak. I dërguari hyri në Mekë duke pasur modestinë maksimale. Hyri në Mekë duke pasur po ashtu edhe tolerancën e faljen në spikam. Idhhebu fa antumut tulaqa. Shkoni, të gjithë jeni të lirë. Ju tha banorët e Mekës. Ishin shumë prej tyre që bën lufta, zhvilluan lufta edhe kur ai shkoi në Medinë. Por ai nuk e kishte qëllim hakmarrin. E kishte qëllim ngritjen e fjalës së Allahut. E kishte qëllim të pastrohet Qabja dhe Mekja prej idhujtarisë dhe idhujve. Andaj, ai e kishte krenarin e shlirimit, e nuk e kishte krenarin e triumfit të tij personal dhe të shokëve të larguar muhaxher që ishin detyruar të shkonin në Medinë. Ishte plot modesti, ishte plot falje, ishte plot karakter. Ishte njeriu që armisht më të mëdhej i shndroi në miq dhe kjo e bëri shumë ngjarje të veçantë çlirimin e Mekës që të gjithë mendjen driturit dhe të gjithë thirrësit në paqe prej çlirimit të tij janë në gjendje të marrin mësimet më paqësore e çfarë kur ai bënte paqe
edhe me bisedime. Çlirimi i Mekës është një vepër shumë e madhe që e karakterizon muajin e Ramazanit dhe ky muaj padyshim është me fitore të shumta, e ndërto është edhe fitoria e çlirimit të Mekës, sikur që ishte ditë më parë fitoria e Bedrit.